Në shtëpinë e Big Brother Kosova, gjithçka është e ekspozuar, fjalët, veprimet, heshtjet. Por ka momente kur ajo që është më e vështirë për të shprehur nuk janë ndjenjat, por frika. Dhe pikërisht në një moment të tillë ndodhet Alba, një vajzë që tashmë nuk po përballet vetëm me pasigurinë emocionale, por edhe me një shqetësim të thellë fizik dhe psikologjik. Alba është sëmur. Trupi i saj ka dhënë shenja që nuk mund të injorohen, të vjella, dobësi, mungesë force. Në një ambient të mbyllur, ku nuk ke qasje të plot mbi privatësinë dhe qetësinë, çdo shqetësim bëhet më i rëndë. Por për Albën, kjo nuk është thjesht një gjendje kalimtare shëndetësore. Në mendjen e saj lind një dyshim që e trondit më shumë se çdo debat apo shgënjim, frika se mos ka mbetur shtatzën me limin. Ky mendim nuk vjen papritur. Ai ushqehet nga situatat e fundit, nga afërsia e dieshme, nga paqartësia e sotme dhe nga mënyra e ftohtë me të cilën limi u tërhoq, duke thënë se kishte ndryshuar mendim. Tani, përballë këtij dyshimi, ajo ndjen se gjithçka merr një kuptim tjetër. Ndjenjat, veprimet dhe fjalët e thëna më parë nuk janë më thjesht pjesë e lojës, por bëhen pjesë e një realiteti që mund të ketë pasoja të mëdha. Alba vendos t'i flasë Hygertës. Nuk është një bisedë e lehtë. Ajo nuk flet me zë të lartë, nuk dramatizon, por fjalët i dalin të rënda. I thot se nuk është mirë, se ka pasur të vjella dhe se ka një ndjesi që nuk po e lë të qetë. Kur shpreh dyshimin se mund të jetë shtatzën, fjalia mbetet pezull në ajër, e rëndë dhe e frikshme njëkohësisht. Hygerta e dëgjon. Në atë moment, ajo nuk është më thjesht një banore tjetër apo një vajzë e përfshirë në një trekëndësh emocional. Ajo bëhet dëshmitare në një frike reale. Një frike që te kalon lojën, kamerat dhe publikun. Reagimi i saj është i përmbajtur, por serioz. Ajo e kupton se kjo nuk është thashethem, por ankth. Ky moment nxjerr në pa një dimension tjetër të Big Brother Kosova, përplasjen mes spektaklit dhe jetës reale. Ndërsa jashtë flitet për strategji, afrime dhe konflikte, brenda shtëpisë një vajzë po përballet me një pasiguri që mund t'i ndryshojë jetën. Alba nuk po kërkon vëmendje, ajo po kërkon qetësi, mbështetje dhe përgjigje. Frika e saj nuk lidhet vetëm me mundësinë e shtatzënisë, por edhe me figurën e limit në këtë situatë. Një djalë që dje ishte afër, sot është i distancuar. Një djalë që ndryshon mendim shpejt, por që tani mund të jetë pjesë e një përgjegjësie shumë më të madhe. Mendimi se mund të përballet me këtë realitet pa mbështetje e bën Albën edhe më të brisht. Në këtë pikë, Alba ndodhet në një konflikt të brendshëm të thellë. Nga njëra anë, ajo është brenda një loje televizive ku gjithçka interpretohet. Nga ana tjetër, ajo është një vajzë e re, me frikëra reale dhe një trup që po i dërgon sinjale alarmi. Ajo nuk e di nëse duhet të flasë, të heshtë, të presë apo të kërkojë ndihmë. Çdo zgjedhje i duket e rëndë. Situata e saj na kujton se, pavarësisht formatit, Big Brother mbetet një hapësirë kë. Mesnata ka një mënyrë të çuditshme për t'i zbuluar njerëzit. Kur zhurmat pushojnë, kur ritmi i ditës bie dhe trupat lodhen, atëherë dalin në pa gjërat që nuk shfaqen në dritë të plotë. Pikërisht në atë orë, Alba rënkonte lehtë. Jo për dramë, jo për vëmendje, por sepse trupi i saj ishte i lodhur, i sëmur, i pambrojtur. Sëmundja është një nga ato gjendje që na kthen në thelb. Na zhvesh nga rolet, nga forca e shtirur, nga qëndrimet. Kur je keq, nuk kërkon fjalë të mëdha. Kërkon prani. Dhe limi ishte aty, jo si hero, jo si shpëtimtar, por si njeri, ai ju afrua me atë lloj kujdesi që nuk ka nevojë për zë të lartë. Me gjeste të thjeshta. Me një vëmendje që nuk kërkon duar trokitje. Në atë moment, rolet ndryshuan natyrshëm. Ai mori mbi vete një përgjegjësi të vogël, por domethënëse, të qetësonte dikë që nuk ndihej mirë, dhe këtu lind metafora e doktorit, jo doktor në kuptimin profesional, por doktor i asaj lloj shërimi që nuk gjendet në receta. Doktor i ngrohtësisë, i durimit, i humorit që vjen për të thyer ankthin. Sepse ndonjëherë shërimi fillon nga ndjesia se nuk je vetëm, Alba nuk kishte nevojë për fjalime. Kishte nevojë për siguri. Dhe limi, me atë stilin e tij të lirë, pak ironik, pak të drejtë për drejtë, e gjeti mënyrën ta kthente një moment të vështirë në diçka më të lehtë për t'u përballuar. Një shaka e vogël. Një rol i improvizuar. Doktori që nuk merr veten shumë seriozisht, por e merr seriozisht njeriun përballë, në këtë ese, nuk ka rëndësi çfarë u bë fizikisht. Rëndësi ka çfarë u ndje.
Sepse kujdesi i vërtet nuk matet me veprime, por me qëllim. Me faktin që dikush ndalon ritmin e vet për t'ju përshtatur tjetrit. Që dikush zgjedh të qëndroj edhe kur situata nuk është romantike, as e bukur, as e lehtë, dhe pikërisht këtu lind ironia e bukur e Limit kur thot, jam doktori më i mirë i femrave. Nuk është mburje klasike. Është ajo lloj humori që fshen një të vërtet më të thjeshtë, ai di të jetë i pranishëm. Ai di të lexojë situatën. Ai di që ndonjëherë shërimi vjen nga të bërit diktë të ndihet i parë, i dëgjuar, i mbajtur mendërisht. Në shoqërinë tonë flasim shumë për pasionin, për puthjet, për momentet e zjarrta. Por flasim pak për netët kur dikush është keq, kur energjia bie, kur trupi dorëzohet. Pikërisht aty testohet afërsia e vërtetë. Sepse është e lehtë të jesh pranë dikujt kur gjithçka shkon mirë. Është më e vështirë kur dikush rënkon në mesnatë. Kjo mbrëmje nuk ishte për t'u bërë legjendë. Ishte për t'u mbajtur mend. Si një nga ato çaste që nuk i sheh kush, por që ndërtojnë diçka reale mes dy njerëzve. Një natë kur rolet u thjeshtuan, njëra ishte e sëmurë. Tjetri ishte aty, dhe ndoshta ky është shërimi më i mirë. Jo ai që e largon dhimbjen menjëherë, por ai që e bën të përballueshme. Ai që të kujton se, edhe në dobësi, nuk je vetëm, në fund, doktorët më të mirë nuk janë ata që dinë gjithçka. Janë ata që qëndrojnë. Që e kuptojnë se ndonjëherë dashuria nuk ka nevojë për emër. Ka nevojë për prani, dhe ajo mesnatë, me gjithë thjeshtësinë e saj, mbeti si një provë e vogël se kujdesi, kur është i sinqert, shëron më shumë se çdo gjë tjetër. Limi qëndron i qetë, por zëri i tij ka një prerje të ftohtë, të menduar. Nuk është ai tipi që flet për të mbushur heshtjen. Flet kur ka vendosur. Dhe kur vjen momenti i nominimit, ai nuk kërkon efekt të zbrazët. Kërkon drejtësi sipas kodit të tij. Emri i parë që del nga goja e tij është Klodi, jo si hakmarrje. Jo si impuls. Por si përfundim i një vëzhgimi të gjatë. Sepse bën shumë lojra të pista. Dhe kjo fjali bie rënd në dhomë. Sepse loja e pistë nuk është thjesht strategji. Është manipulim i heshtur, lëvizje pas shpine, fjalë të mbjella me kujdes për të krijuar dyshim, përçarje, për të nxjerrë tjetrin keq pa u ndotur vetë. Limi nuk e respekton atë lloj loje. Për të, loja duhet të jetë ballë për ballë. E ashpër nëse duhet, por e pastër. Dhe Klodi, sipas tij, e ka kaluar vijën. Jo një herë, por vazhdimisht. Me lëvizje që nuk duken menjëherë, por ndihen me kalimin e kohës. Me një strategji që nuk kërkon të fitojë me karakter, por me dredhi. Kur Limi e nominon Klodin, nuk po i drejtohet vetëm atij. Po i drejtohet gjithë shtëpisë. Po thot se ka një limit edhe për lojën. Se jo çdo gjë justifikohet me fjalën strategji. Sepse kur loja bëhet e pistë, ajo nuk është më lojë, është frikë nga përballja e drejtë, pastaj vjen emri i dytë. Kushtrimi, dhe toni ndryshon. Nuk ka nerv. Ka zhgënjim. Një lloj lodhjeje që ndjen kur shet dikë që është fizikisht aty, por mendërisht diku tjetër. Është në gjumë dimëror, thot Limi. Akoma nuk i ka dalë gjumi. Kjo fjali nuk është tallje. Është diagnozë. Sepse gjumi dimëror nuk është pushim. Është mungesë reagimi. Është prani pa ndikim. Është të kalosh ditët pa lënë gjurmë, pa marrë pozicion, pa u përfshirë realisht në lojë, në debat, në jetë. Për Limin, kjo është po aq problem sa loja e pisë. Sepse në një shtëpi ku gjithçka është ekspozuar, ku çdo ditë është një provë karakteri, apatia është një zgjedhje. Dhe zgjedhja për të mos bërë asgjë është ende një zgjedhje. Kushtrimi nuk ka krijuar konflikt, por as kuptim. Nuk ka trazuar ujërat, por as nuk ka notuar. Është lënë të bartet nga rrjedha, duke shpresuar se do të kaloj pa u vënë re. Por në një lojë të tillë, të qenit i padukshëm nuk është virtyt. Është humbje e mundësisë, dy nominime. Dy arsye të ndryshme. Por një mesazh i vetëm, Limi nuk po kërkon shenjtërinë. Nuk po kërkon njerëz perfekt. Po kërkon autenticitet. Ose luaj fort dhe pastër. Ose zgjoju dhe bëhu pjesë e reales. Sepse manipulimi i fshehtë dhe pasiviteti i rehatshëm janë dy anë të së njëjtës frikë, frika për të qenë vetvetja para të gjithëve. Në atë moment, dhoma ndihet e rëndë. Sepse secili e gjen pak veten në këto fjalë. Disa te Klodi. Disa te kushtrimi. Disa në mes.
sepse është më e lehtë të luash prapa perdeve ose të fshihesh pas heshtjes, se sa të dalësh hapur dhe të marrësh përgjegjësi për atë që je. Limi nuk e ngre zërin. Nuk ka nevojë. Fjalët e tij bëjnë punën e vet, sepse kur dikush flet nga bindja, jo nga frika, nuk ka nevojë për dramë. Ky nominim nuk është fundi i një konflikti. Është fillimi i një pasqyre. Një pasqyrë ku secili duhet të shohë veten dhe të pyes: jam këtu për të luajtur ndershëm apo për t'u fshehur? Jam zgjuar apo ende në gjumë dimëror? Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse fjalët e limit qëndrojnë gjatë në ajër edhe pasi nominimi mbaron. Sepse ato nuk janë thjesht emra të thirrur. Janë qëndrime. Janë kufi. Janë një kujtesë se në këtë lojë, më shumë se strategjia, peshon karakteri.